Burimet e fundit për dosjen Balluku nuk janë thjesht procedurë, por duken se janë një fazë e re që mund të ndryshojnë komplet lojën juridike dhe politike. Më 19 mars, një vendim i gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar i dha dritën jeshile SPAK-ut për të bërë atë që deri dje ishte e bllokuar. Zbërthimin e plot të celularëve dhe pajisjeve elektronike të personave të dyshuar, si të lidhur me ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Deri në këto moment edhe pse pajisjet ishin sekuestruar prej muajsh, ato nuk mund të hapeshin. Shkaku, një filtr i vendosur nga gjykata kushtetuese e vendit tonë, që detyroi prokurorët të merrnin miratim të posaçëm për çdo të dhënë, e cila do të aksesojë nga celularët. Dhe ky miratim tashmë është dhënë. Në fokus nuk janë vetëm ish-vartës të afërt si Gentian Gjyli apo Erald Delezi, por edhe biznesmen që dyshohet se kanë përfituar tendra miliona euro gjatë kohës kur Balluku ishte në pushtet. Por ajo që e bën këtë fazë dhe më të ndjeshme, është ajo që pritet të dalë nga brenda këtyre celularëve. Sepse sipas të dhënave hetimore, nga një rast i mëparshëm, konkretisht nga celulari i ish-drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar Evis Berberi, janë zbuluar komunikime që dyshohet se implikojnë drejt për drejt ndërhyrje në përzgjedhjen e kompanive fituese për projekte të mëdha infrastrukturore si tuneli Llogaras apo segmentet e Unazës së Madhe të Tiranës. Dhe tani gjithë ky volum të dhënash pritet të analizohet në mënyrë të thelluar. Madje sipas burimeve, në këtë proces janë përfshirë edhe ekspertë huaj, kryesisht amerikan, të cilët do të asistojnë në laboratorët digjital për zbërthimin e plot të celularëve. Ndërkohë një tjetër moment kyç pritet shumë shpejt. Vendimi i radhës i gjykatës kushtetuese të Shqipërisë për çështjen e Berberit, që mund të përcaktojë nëse këto prova do të përdoren apo jo në gjykatë. Sepse në fund të ditës nuk është më çështja nëse ka pajisje të sekuestruara apo jo, por çfarë fshihet brenda tyre. Çfarë fshihet në këtë celular? Çfarë mund gjej Byroja Kombëtare e Hetimit? Andi, ne kemi debatuar disa herë në këtë studio dhe kemi analizuar çështjet e problematikave që ka patur Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, MEI, zyrtarët e lartë. Madje edhe pse Balluku ka dalë në sfond pas këqyrjes së telefonave të disa zyrtarëve të lartë për shkeljet të barazisë në tendra. Por kemi thënë që ende nuk ka filluar çështja Balluku. Çfarë më thënë ende nuk ka filluar çështja Balluku? Si e kuptojmë? Sepse fakti që është përmendur vetëm çështja e shkeljes barazisë në tendra do të thotë që ende s'është hetuar shpërdorimi i detyrës dhe korrupsioni, që ajo nuk mund të ndodhë dhe nuk mund të vërtetohet, po nuk u hetuan bizneset të cilët janë favorizuar nga zyrtarët e lartë të MEI-t, të Ministrisë Energjisë dhe Infrastrukturës, dhe përkundrejt shpërblimeve që kanë marrë. Ju dyshoni që mund të jenë të dyja këto vepra, pra dhe korrupsioni dhe shpërdorimi i detyrës, pjesë e kësaj dosje në një moment? Absolutisht, edhe pastrimi i produkteve të veprës penale, sepse hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, SPAK-u, dihet publikisht, pak dihet, por prokurorët dhe oficerët e BK-s kanë nisur shkresa zyrtare në për shumë drejtime për ta provuar këtë të vërtet. Të hidhur, po të vërtet. Dhe ndërkohë që tashmë hetimi është futur në fazën e verifikimit të dokumentacioneve të tendrave që kanë peshë specifike në buxhetin e Ministrisë së Infrastrukturës, jo në 1 vite, por në 7 vite që drejtohet nga zonja Balluku. Dhe tashmë janë një numër shumë i konsiderueshëm tendrash, prokurimesh publike dhe PPP, të cilat janë dhënë nga kjo ministri. Dhe ndaj dhe prokurorët kanë marrë vendimin që të sekuestrohen dhe këtë të drejtë ka dhënë edhe gjykata. Është dhe gjykata kushtetuese e cila ka thënë që mbi mbikëqyrjen e Shiko, puna kolosale që ka bërë qeveria për ta mbrojtur korrupsionin e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. ECEJAK-ët dhe përplasjet që bëri kryeministri i Shqipërisë me SPAK-un dhe GKK-on, duke u drejtuar gjykatës kushtetuese. Me atë vendimin e famshëm që kemi diskutuar që doli 4-4, po që është 8-0.
Sot më së shumti tani gjykata kushtetuese e ka çmuar që po është e drejtë e SPAK-ut, organeve të hetimit që të kqyrin çdo dokument, çdo bisedë telefonike, çdo telefon dhe çdo kompjuter të kompanive që kanë lidhje me korrupsionin dhe shpërdorimin e detyrës të zyrtarëve të lartë të MEI-t. Në këto kushte, tashmë është hapur jo dritarja, është hapur dera e madhe për të vepruar SPAK-u dhe BKH-ja në të gjitha drejtimet. Dhe në dinin time ka disa oficerë të BKH-s të angazhuar me këtë detyrë. Për të përmbushur në kohë sa më të shpejt verifikimet dhe hetimet, verifikimin, kqyrjen e të gjithë telefonave celular, të kompjuterave të disa kompanive. Në dinin time janë mbi 36 kompani. 36 kompani? Në dinin time. Por në 11 prej tyre janë pesha specifike e këtyre PPP-ve dhe biznesmenëve, kompanive që kanë marrë, që njihen që kanë marrë tendra, po themi. Njihen, po që kanë peshë shumë të madhe, janë disa shifra marramendse që kalojnë shumë të mëdha, që kanë marrë, çdo biznes ka marrë në 7 vite ka marrë mbi 400 milion euro. Fondet flas për buxhet të shtetit. Nuk flasim për PPP të cilat do t'i paguajmë unë, ti dhe gjithë shqiptarët për 30 vite. Siç është segmenti i superstradës Milot, Thuman, Kashar, Lekaj. Se është e gjitha një linjë, është një kompani. Pra në këtë kontekst, unë them se tani është puna më voluminoze e SPAK-ut dhe BKH-s për të hedhur dritë. Zakonisht një dosje, si pas njoftimit zyrtar të SPAK-ut, ka një prokuror dhe 2 oficerë, dhe më thënë 2 oficerë të BKH-s. Do të thotë që këtë herë ka një angazhim të madh, mund të ketë më shumë se 2. Po patjetër, sepse po kjo ministri, po drejtoria e RSH-s kanë bërë tendra edhe për Thuman Kasharën, atë prokurimin e partneritetit të publik-privat, kanë bërë koncesionin e rrugës Arbrit, koncesionin e Thuman Kasharit, kanë bërë 9 lote, mos gabohem, o 6 o 9 lote të Unazës Tiranës. Është bërë tuneli i Llogaras, tuneli i Skërficës. Është pastaj sot në ngarkim të autoritetit të disa drejtuesve të lartë dhe të KVO-s, Komisionit të Verifikimit Ofertave në këtë ministri, janë shumë çështje. Janë shumë çështje në ngarkim të tyre, sepse rëndom çdo qytetar pyet si ka mundësi që 1 kilometër rrugë të shkojë deri në 22 milion euro, ose 28 milion euro, ose 17 milion euro. Ndërkohë që standardet e Bashkimit Evropian flasin për gjysmën ose 1/3 e shumës që shpenzohet në Shqipëri dhe cilësia shumë e dobët, pasi besoj nuk ka ngelur shqiptar pa e vujtur ndërtimin keq të rrugëve dhe rënien e gjitha rrugëve në harkun kohor dhjetor 2025, shkurt 2026. Qëllë dhe në një moment që ndodhi... Qëllë në një moment kur them që SPAK-u po jetonte dhe pati dhe përplasme që është në Ballukut, duke sigur fatkeqësi kjo. Po, tashti nga një herë thonë që edhe Zoti të ndëshkon kur ke bërë shumë mëkate. Dhe në momente që kishte një intensitet të lartë të hetimit dhe të përplasjes së qeverisë shqiptare me SPAK-un, në këto momente gjitha rrugët për cilët bëj fjalë ranë dhe ranë keq. Dhe u blokua jo më pak, po 30 ditë, kohët e fundit kam ndjekur ca emisione që për 30 ditë ka pas vdekur gjithë turizmi në Shqipërinë e juglindjes, Korçër, Sek, etj. Për shkak të rënjes rrugëve. Ai vështirësoj dhe jetës normale të banorëve, duhet ta pranojmë. Kujtojmë prendë që pak kohë më parë diskutuam që një pjesë e mirë ose e agjendës byrosë kombëtare të hetimit u trajnuan tek Akademia e Sigurisë, ku në atë kohë diskutuam që mungoi edhe ish-kreu i policisë në atë kohë Ilir Prota, dhe duket se tashmë ishte trajnimi pikërisht për zbërthimin e celularëve nga amerikanët. Dhe duket se edhe këtë herë janë amerikanët në byron kombëtare të hetimit që do asistojnë në zbërthimin dhe gjetjen e materialeve nëse do gjejnë këto celularë sekuestruar. Tani çfarë do të thotë kjo për hetimin? Kohët e fundit ka patur një prononcim në rrugë diplomatike edhe të
të Amerikanëve dhe të Evropianëve në raport me çështjen Balluku. Madje, dëman, jo s'është lexuar në ndërrjesht, apo ka qenë drejt për zdreti. Ka reaguar diplomacia gjermane, ka reaguar ashpër edhe në raport me rrezikun e integrimit të Shqipërisë në BE për çështjen Balluku. Madje edhe Marta Kos, e cila për hir të vërtetës mua personalisht më duket sikur të jetë motra e Taulantit dhe e Belinda Ballukut, por edhe një shërbetore e zellshme. Taulanti kërkonte një motër? Po. Ashtu, se unë lexoj gjuhën, me të njëjtën gjuhë që flet Taulanti, flet edhe Marta Kos. Por Marta Kos thot, përpos rreshtave të bukur të lustrës që i ban, se ashtu e ka detyrën, e i komisionere është faktikisht, ajo e ka rolin ditësor, se në fund qeveria evropiane, ajo është ajo që vendos. Në Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian vendos për fatat e integrimit Shqipërisë. Kuvendi tha jo heqjes së imunitetit. Shiko. Do thotë që kuvendi shumë i kthjellët në raport me gjithë gjën. Çështja e imunitetit nga një grup gardianësh, 83 gardian, 82 sepse Spiropali nuk votoi, është gardianët politik që veprojnë në sinkron sipas urdhrave të Edi Ramës. Problemi qëndron që reagimi diplomatik Marta Kos, që thash më ngjason si motra e Taulantit, e Belindës dhe Edi Ramës, dhe që ka detyra për ta mbrojtur qeverinë shqiptare, sepse është betuar që do e mbrojë edhe në të shtremt, edhe ajo tha që po e ndjekim me shumë kujdes çështjen Balluku. Pra, foli 100 fjalë të mira, që e dim që i shërben verbërisht Edi Ramës për integrimin BE, por në fund e përmendi fakti që Marta Kos, komisionerja e ngarkuar me këtë detyrë për integrimin e Shqipërisë Bashkimit Evropian, e foli dhe e cilësoi hapur që po e ndjekim me vëmendje çështjen Balluku, do thotë që çështja Balluku është një ngërç edhe për Marta Kos. Kurse gjermanët deklaruan hapur që Shqipëria nuk është në rrugën e mbar dhe që e ka kaluar vijin e kuqe në raport me qëndrimet që duhet të kenë me BE. Po kjo çështja politike që ne le të themi po diskutojmë dhe sigurisht japim peshën e saj sepse flasim për kuvendin, që i tha jo, sigurisht kuvendi u përfaqësua nga votat e mazhorancës, sepse jo kuvendi. Këtë po specifikoj. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste që është ndryshe, kur ka një lloj unanimiteti dhe me opozitën. Është ndryshe. Në rast se themi grupi parlamentar i Partisë Socialiste e ka urdhër dhe detyrë të caktuar nga Edi Rama për të vepruar me komandë në mbrojtje të korrupsionit. Në mbrojtje të korrupsionit. Në mbrojtje të Ballukut, por kryeministri i Shqipërisë ka theksuar, ndoshta me të drejtë, që Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion. Po, për shkelje barazisë të tendrës. Vepra e korrupsionit. Po, dakord. Po, ajo nëse shkon do duhet të shoqërohet me prova. Po, kërkoi kryeministri. Unë di që nëse ju ka ngel ndonjë gram nga pjesa e formimit profesional disa juristave të Partisë Socialiste që janë deputet, provat i kanë tek CD-ja që ka dorëzuar SPAK-u në Parlamentin e Shqipërisë. Por ato prova asnjëherë nuk është shpërndan te deputetët. Fakti që nuk u shpërndan, asnjë prej tyre nuk u muar teknikisht se çfarë ka shkelur dhe çfarë nuk ka shkelur Balluku, por u pozicionuan me urdhër të Edi Ramës për ta mbrojtur politikisht. Ndaj dhe pozicionimi për ta mbrojtur politikisht, atakimi dhe shantazhet që u bën gjykatës kushtetuese në fazën e shqyrtimit të kërkesave që bëri kryeministri i Shqipërisë për shkelje të fushave të veprimit të gjyqësorit dhe hetimit në territorin e ekzekutivit. Pra të gjitha këto, ndërkombëtarët i kanë vlerësuar dhe e kanë parë që Rama dhe 82 gardianët tjerë të Partisë Socialiste janë një pengesë për drejtësinë e re.
Ndaj dhe reaguan gjermanët. Kjo nuk e pengon Spakun nga shtypi. Por shiko. Të ti thotë jo kuvendi, Ndaj dhe po flasim që Spaku tashmë ka filluar hetimin për veprat e tjera penale, për korrupsionin, për shpërdorim detyre dhe fshehje e produkteve veprës penale. Një kërkesë e dytë e Spak mund të jetë më e blinduar, më e qepur, më e fortë nëse shkon në kuvend, po më thua? Absolutisht. Spaku tashmë ju e thatë vetë që ka një kohë goxha të gjatë me trajnime brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkuar grup prokurorësh, edhe oficerët të Biros Kombëtare të Hetimit që janë trajnuar pikërisht për këto probleme. Ne nuk mund të themi që një prokuror dhe një gjykatës ose një prokuror dhe një oficer i policisë gjyqësore nuk gabon. Por fakti që ata kanë depozituar një numër të konsiderueshëm faktesh dhe provar, dhe fakti që kanë bindur gjykatën, sepse të gjitha veprimet ndaj Ballukut nuk kanë ardhur se ja shtekur një prokurori apo një oficerit policisë gjyqësore. Ata janë shqyrtuar, janë verifikuar dhe janë vlerësuar në gjykat, dhe fakti që janë vlerësuar në gjykat të tilla, dëman unë e konsideroj të pakontestueshme, por politika bën të vetën i konteston. Uroj, se askush nuk ka dëshirë që të shkojë një person në burg, ne s'kemi asnjë interes që themi që patjetër X apo Y do të shkojnë në burg. Uroj që të jetë e vërtet, por nëse Spaku dhe GKK-ja do të bindin politikën shqiptare, se këtu nuk kemi vetëm një gjysmë vepre penale, siç e trajton kryeministri dhe disa juristë të Partisë Socialiste që janë dhe deputet. Por nëse do të provohen që ekzistojnë dhe këto vepra penale, normalisht që Spaku do të i drejtohet me kërkesë tre gjykatës, GKK-s dhe parlamentit. Kam një pyetje, një dilemë, diskutim që ta bëjmë së bashku. A do kemi surpriza që mund të rondisim botën politike? A mos ndoshta, ngre unë pikpyetjen, brenda kësaj dosje të Ballukut mund të ketë edhe deputet të opozitës përfshirë, mos ndoshta kjo heshtja e deputetëve të opozitës edhe atyre që janë pjesë e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve, të cilët kanë firmosur për sekretin dhe për aktet sekrete, dhe mos ndoshta fshihen pas kësaj se aty mund të ketë diçka më të madhe kjo dosje? Fakti që një sër kompanish, perceptimi i opinionit publik është që disa kompani të favorizuara nga shteti janë gjithmonë favorizuar nga shteti. Kjo është fakt. Kanë qenë dhe sot. Mjafton ta bësh prokurimet publike dhe ti shikon një pjesë më të madhe të kompanive, është kolega Aranita Braj, që ka një nga ato Open Spending Data, Open Data Albania, dhe mjafton të shikosh aty prend që i kupton kush i ka marrë tendra. Shiko, këto kompani kanë pas marrë tendra edhe në kohën e qeverisjes tjetër. Kanë qenë të përkdhelura dhe të favorizuara. Normalisht, prapa çdo kompani të fuqishme që punon me fondet publike, fshihet një deputet apo një sekretar i opozitës, i parti edhe i shtetit. Pra kanë lidhje të përbashkëta për të garantuar vazhdimsinë e përkdheljes të këtij në kompani nga shteti. Unë nuk e shikoj të përjashtuar mundësinë. Fakti që opozita nuk reagon, ose ka reaguar vetëm opozita lokale në përballjen që bëjnë qytetarët, që kanë bërë qytetarët e Thumanës, të Fushkrujës, të Krujës, me mbylljen që u bë në superstradën Milot, Thuman, Kashar. Ka patur vetëm disa eksponent deputet periferik dhe nuk ka pat leadershipi. Nuk është përfshirë asnjëherë leadershipi në këto protesta. Fakti që leadershipi i Partisë Demokratike nuk shkon në Bakseriol për të u përballur me qytetarët, për t'u thënë të vërtetën qytetarëve, dhe fakti që është e njëjta kompani. Këta nuk shkon as kur ra rruga Elbasanit, Prençi. Fakti, po pikërisht. Dhe kur ra rruga Elbasanit, një rrugë po themi ekzistuese, as aty nuk shkuan. Po sepse rruga Elbasan Librazh që thanë nuk shkuan. Po nuk shkojnë sepse po ti verifikosh këto kompani, të gjitha janë kompani
të ngritura dhe të fuqizuar në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike. Kjo është e keqja më e madhe dhe sot prandaj dhe kemi thënë ne që leadershipi i opozitës nuk frymëzon, sepse njerëzit thonë do ikim nga breshri, do shkojmë në shi, ose do ikim nga shiu, do shkojmë në breshër. A e kupton? Normalisht, unë nuk mund të kem të drejtën të fajsoj Sali Berishën, për moshën që ka. Por, atje ku vërtet tronditet besimi politik, por atje ku tronditet realisht edhe perspektiva e besimit të qytetarëve, duhet që leadershipi të mos dalë 5 herë në konferencë shtypi në media mrena 24 orë, po të shkoj atje ku është niveli i korrupsionit më i madh. Të shkoj në rrugën Librazht, Qathan, Kukara, të shkoj aty dhe të denoncoj publikisht me ekspert të gjeologjisë, të infrastrukturës, përse ka ndodhur rrëshqitja. Se sot ti ke në përgjitha portalet me 10 ekskavatora në luginën e lumit Shkumbin. Ne kemi të drejtë ku ngrinë dyshime, Prençi. Patjetër. Edhe unë i kam dyshimet. Se është e pamundur që brenda arkut të kohor të një viti apo 2 viteve të prishën 2 ura në lumin mat, 3 ura në lumin mat, se disa kompani që kanë lidhje me të djathën dhe me të majtën, në mënyrë barbare i zbathin këmbët urave që janë investuar nga qeveria italiane dhe nga fondet e qeverisë shqiptare për të garantuar lëvizjen e qytetarëve të Veriut drejt Tiranës, por edhe Tiranës drejt Shkodrës. Është fatkeqësi e madhe e kombëtare jona. Në këtë kontekst, por ne nuk i kemi parë opozitën të shkojë edhe në rrugën Korçërsek, Qëra. Ne nuk e kemi parë opozitën të shkojë edhe te tuneli Llogaras. Është larg atje. Që të shkojnë të gjithë, jo, të lutem shumë. Shkojnë dot nga Tirana atje, Nëse ti pretendon, nëse një forcë politike pretendon të bëhet e besueshme për opinionin publik për të bërë një rotacion, duhen 2 drejtime të veprimit. Një drejtim me në krye sekretariatin organizativ të merret bashkë me kryetarët e degëve për të konsoliduar strukturat nga seksioni, grup seksioni dega deri në qendrën parti, që të merren në mënyrë permanente duke shtuar çdo ditë nga një antar. Dhe e dyta dhe më rëndësishmja është dakord që do ta denoncosh në organet e drejtësisë, por do ta denoncosh publikisht me ekspertët publikisht në vendin e ngjarjes. Unë jam i bindur. Katërcipërisht që as Sali Berisha dhe as Edi Rama nuk mund të shkojë në investimet strategjike të infrastrukturë kritike të denoncoj zbatimin keq ose planifikimin keq të një rruge. Përse? Sepse e kanë konsoliduar në ligj që një kompani, kjo kompani që merr tendrin, kjo kompani bën dhe projektin. Kjo kompani cakton edhe supervizorin. Unë nuk jam inxhinier. Por nuk mund ta pranoj që i njëjti që bën projektin e bën duke e fryrë me preventimin e punimeve, sipas formulës që na mësoi Agaçi, bën tendri 2, po ne e çojmë 4, bën tendri 100, po ne e bëjmë 200, dhe këtë 100-shën e dytë kush e merr? Qeveritarët. 100-shën e parë tekst vetë ta redaktosh vetë. E redakton, po nuk do të bësh shefin vetës, po redakton si duhet. Ajo ka pasojë vetëm për ata që e lexojnë, sepse nuk e kuptojnë, ose e kuptojnë ndryshe. Kurse tek një rrugë që kushton 400 milion euro, do ta vuajnë edhe të majtët, edhe të djathët, po do ta vuajnë dhe turistët. Është ajo që do të qarkullojnë. Dhimbje kombëtare. Është dhimbje kombëtare për qenë realist. Ju vetëm një gjë do të analizojmë. Kalojmë një tjetër moment këtu. Vetëm për ta analizuar. Po ti referohesh 2 problemeve që ka segmenti rrugor toksor i Elbasan Qaftan edhe rruga e Arbrit, 2 koncencione që janë gjigande në pikpamje të vlerës, që shkojnë të dyja së bashku e ka përcen mbi 1 miliard euro, përfshi dhe poshtërsinë që u nis për të bërë
në Porto Romano, Porta e Romës. Për te asaj që kanë banalizuar arkeologjinë shqiptare duke shkatruar totalisht një investim 2000 vjeçar bërë në port, mbi 2000 vjeçar në portin në Porto Romano, donin të bani një tendër fshehurazi për t'ia dhënë një kompani me prapavi ruse. Edhe çuditërisht, prononcimi i parë që ka bërë ministri i ri i infrastrukturës doli dhe gënjeu opinionin publik, tha u tërhoq. Jo, më nuk u tërhoq. 3 ditë para, kryetari i dhomës amerikane të sinjalizoi që duhet shtyhet. Një ditë mrapa doli kryeministri i Shqipërisë, tha ne nuk i pyesim, tha, i kemi partner, tha, po nuk i pyesim për punët e shtëpisë tonë. Ditën e tretë u anullu tendri. Dhe tendri nuk u anullu se u tërhoq. E detyruan. Deri këtu, tha, nuk shkon më. Edhe si, vetëm faza fillestare ishte 400 milion euro. Ndërsa deri në përfundim, e dinë të gjithë që porti i Durrësit, i riu i Porto Romanos, do të shkojnë mbi 2.4 miliard euro. Pra çka do të thotë që këto vjedhin në mënyrë strategjike duke bashkëpunuar. Unë nuk mund ta besoj agresivitetin e liderëve të partive politike, qofshin edhe në opozit, kur ata nuk shkojnë ta prekin çështjen për ta bindur shqiptarin. Dhe të thonë që, po, Partia Demokratike ka një program tjetër, ka këtë program për portin e Durrësit. Ka këtë program për infrastrukturën. Se s'duhet që të qëndroj shumë tek çështja politike. Jo, pa politikë. E do teknikisht. Kur u përmbyt Shkodra, në atë kohë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama sa nuk i dha vet varkës që shkonte për 2011. Sa nuk po i jep. Kam qenë aty, Andi. Pra, do të them që mënyra se si bëhet opozit ka një filozofi tjetër. Dhe prandaj ta bëra pyetjen që ka deputet opozitës tek Dosen Balluku. Në 2011 kam qenë drejtori i forcave lëvizëse operacionale dhe kam qenë ndoshta më kryesori në operacionet për shpëtimin e jetëve njerëzore. Në Shkodër, përmbytje. Po, në 2018 kam dhënë dorëheqje për Shkodrën. Jam dorëhequr nga detyra e drejtorit përgjithshëm të emergjencave civile, sepse në mbledhje të shtabit të emergjencës kam propozuar shpalljen e gjendjes së emergjencës. Dhe ish zëvendës kryeministra Senida Mesi deklaroi publikisht që drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile është emotiv. Dhe faktet provuan të kundërtën që emotivi ishte Senida dhe jo Shemsiu. Pra, në këtë kontekst kam dhe një pyetje që të kalojmë e kuptoj domethënë në shpjegimin e bët shumë mirë për sa i përket qëndrimit të opozitës në raport me të gjitha gjërat. Një opozitë e cila nuk del në terren pik, izolohet në Tiranë dhe mendon se politika bëhet në Tiranë dhe pretendojnë të përballen me pushtetin për 80 kusur votash të Ramës në kuvend. Unë ndjej dhimbje pse opozita vepron kështu. Pyetja e fundit që kam është për sa i përket çështjes Balluku, duket do ekspertohen celularët, unë jam i bindur që për celular mund të gjenden mesazh, mirë po kam një pyetje këtu. Mendon se është një tim cilësor prend që kur bazohet e gjitha, le të them bazohet e gjitha, një pjesë e mirë çfarë kemi parë ne bazohet mbi komunikim dhe mbi mesazhet e gjetura në celular, dhe në anën tjetër Evis Berberi, ish kreu RSH-s, e ka çuar çështjen në gjykatë kushtetuese dhe kërkon që provat e gjetura në celular të cilësohen si të pavlefshme në përballje me drejtësinë. Ka të drejtën e ty ta kërkoj. Ka të drejtën e ty. Është kërkesë ligjore, po thua. Po, dakord, celulari që është i Ervis Berberit, po kompjuteri? S'është i Ervisit. Është institucionit. Është i institucionit. Okej. Po shkresat zyrtare, po shkeljet, po tendrat që janë bërë pa konkurim, janë bërë me një ofertues. Përse bëhen? Po tendrat sekret me një konkurrent. Të gjitha këto nuk janë të rastësishme. Janë një skem, është prish sistemi, Andi. Është prish sistemi. Është prishur tërësisht sistemi, sepse në rast se qohen në mjes kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat dhe drejtorët, çfarë do vjedhim sot? Kjo është punë për shtetin shqiptar dhe për shqiptarët. Kjo është punë për xhepat e zyrtarëve të lartë. Kjo është turpi më i madh. Por unë atëherë do themi diçka. Nëse do kërkoj Ervis Berberi këtë,
E ka kërkuar dhe pritet seanca. Po prova nuk është vetëm kjo. Prova kryqëzohet me provat e tjera të korrupsionit dhe shpërdorimit të tyre. Normalisht një prokuror, për të bindur një gjykat, duhet t'i hedhë në tavolinë disa prova të kryqëzuar, nëse ekziston telefon, ekziston në kompjuter, ekziston dhe në dokumentat faktike, të cilat janë bërë shkelje, normalisht që nuk ka gjykat kushtetuese që të anulloj të drejtën e organit prokurisë. E nëse gjykata kushtetuese është ngritur për të vrarë organet e drejtësisë re, edhe këtë ka ndorë. E ban. Ku shkon Shqipëria? Problemi qëndron që unë do të doja, ndaj dhe ju kundërshtova atje kur thatë ju parlamenti shqiptar, jo grupi parlamentar i Partisë Socialiste, sepse në opozit, edhe si kur të ke 5, 6, 7 njerëz, që mund t'jenë implikuar, mund t'jenë prapavije një kompanie apo një kompanie tjetër, nuk flet njëri për njërën kompanie dhe tjetëri s'flet për kompaninë tjetër. Po ka deputet. Ai vendim licencohet me vullën e kuvendit, prandaj është problematike, domethënë gjithë grupi parlamentar i PS-s po themi fshihet pas kupolës së kuvendit, sa ndërtesë kësaj vule. Po nesër ndërkombëtarët kur nën kujdesin e Amerikanëve dhe të Evropianëve çështja Balluku ose çështjet e korrupsionit në administratën publike në nivele të larta të shkojë drejt së vërtetës, çfarë do themi, si mund ta gjysoj politika? Çfarë notash merr politika?